që do të mbetemi tek ngërçi politik për të bërë një analizë të zgjeruar, do të kemi një bashkëbisedim të drejtë për drejtë me zotin Basri Muja, profesor i shkencave politike. Zoti Muja, të përshëndes. Faleminderit që gjetë kohë. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për mundësinë. Çfarë po ndodh? Tentativa për marrëveshje, disa takime në radhë, por ende asnjë konsensus. Po duket që me afrimin e skadencës mundësisë për zgjedhjen e konstituimin e parlamentit dhe eventualisht formimin e qeverisë, duket që ka një aktivizim, nëse mund të them kështu, të takimeve të krerëve të partive. Zoti Kurti sot i ftoi udhëheqësit e gjitha partive parlamentare, fatkeqësisht, sigurisht edhe herën e fundit, vetëm kryetari i Lidhjes Demokratike u përgjigj. Ne pastaj ndëgjuam edhe dy konferencat për shtyp, të cilat i patën edhe zoti Abdigjiku edhe zoti Kurti. Fatkeqësisht nuk ishte shpresdhënëse informatat që na i dhanë ata nga takimi i tyre. Duket që partitë po vazhdojnë qëndrojnë në pozitat e tyre fillestare, tash padesh mulshue në arsyet e njërës apo tjetrës. Mendoj që problemi është që partitë politike nuk janë duke pranuar realitetin e ri pas zgjedhjeve të fundit. Dhe kjo është duke na shkaktuar problem. Pse është ky kundërshtim kaq i fortë për vetvendosjen, për Kurtin gjithashtu? AJK-ja ka qenë drastike ditën e djeshme, thirrje për protesta, grush shteti tha kreu i këtij subjekti politik. LDK-ja ndërkohë ka probleme për zbrëndshmin, si tha edhe Kurti. Abdigjiku ka predispozitën, po ka një ngërç në grupin e tij parlamentar. Pse kjo përqasje kundrejt vetvendosjes edhe kundrejt Kurtit, por nga ana tjetër, ndoshta edhe kryeministri në detyrë duhet të ketë një tjetër përqasje, apo jo, duke qenë se ka votat më të mëdha, është në pozitat e më të madhit përsa i përket besimit të dhënë nga populli. Pse kjo kontradikt kaq e madhe? Pse ky konflikt, i cili në fakt, në thelb, ju e dini mirë, është në kosto të qytetarëve, të vendit gjithashtu, për proceset integruese? Nëse më lejon, do të kisha filluar prej përqasjes së partisë më të madhe, Lëvizjes Vetëvendosje. Patjetër. Ne kishim zgjedhjet në qershor dhe qytetarët për të tretën herë brenda 16 muajve prodhuan një rezultat i cili Lëvizja Vetëvendosje rendis bindshëm parën. Pra, vullneti qytetar është stabil. Pra, kemi një parti e cila, mos të harrojmë, i ka 27%, për më tepër nga 100 deputet për cilët garojnë partit shqiptare, i ka 53 deputet. Dhe kjo parti, mendoj që nëse ajo është e gatshme që t'jek dorë nga të pasurit, nga kërkesa për një kandidat partijak, në të mirë të një kandidati apartijak, i cili do të ishte i pranueshëm për të gjitha partitë parlamentare, apo për një shumicë prej 2/3, mendoj që është një lëvizje shumë përmbajtësore e Lëvizjes Vetëvendosje në këtë drejtim. Pra ajo, në fakt, po hiq dorë. Ajo veç se ka bu hapin e parë drejt një kompromisi. Mirë, po kjo do të çonte në dobësimin e atij subjekti politik që do të bënte aleancë me të, apo jo? Kjo nuk është aleancë me ta. Marrëveshje, bashkëpunim, si mund ta quajmë? Për formimin e qeverisë kërkohet shumica thjesht, 50.1%. Dhe atë Lëvizja Vetëvendosje për herën e tretë është e gatshme, ka mundësi që ta formoj bashkë me partnerët e vet dhe partitë e komunitetit jo serb. Deri sot, për